Një vajzë e mitur e moshës 13 vjeç, mëngjesin e ditës së premte, së bashku me familjarët e saj, u nisën për plazh, por pa e ditur që në vendin ku gëzonte më tepër për pushime, do t'i kanosej rreziku për jetën. E mitura, në pranin aty pranë të familjarëve, u fut për t'u larë në det, në plazhin e vjetër, një plazh ku ka cektin, favorit për familjarët dhe fëmijët e vegjël. Duke notuar, ajo ka rrezikuar që të mbytet. Kanë qenë personat aty pranë, pushuesit e tjerë që gjendeshin në plazhin e vjetër, dhe më pas kanë shkuar familjarët, të cilët i kanë dhënë dhe ndihmën e parë, duke e shpëtuar fillimisht nga mbytja në det dhe më pas duke e nxjerrë në breg për t'i dhënë ndihmën e parë. Më pas është lajmëruar urgjenca e Vlorës, e cila disa minuta më vonë ka mbërritur në vendin e ngjarjes. E mitura është transportuar me urgjencë në spital, ku edhe aktualisht ndodhet dhe po merr ndihmë mjekësore. Fatmirësisht, këtë të shtun jashtë rrezikut për jetën, por rasti në fjalë është një tjetër këmban alarmi që bie për sigurinë e plazheve të Vlorës. Përgjatë pasditjes së ditës së premte, një 13 vjeçare ka rrezikuar që të mbytet në zonën e plazhit të vjetër, në një zonë ku ndodhet momentalisht. Fatmirësisht, 13 vjeçaria ka marrë ndihmën mjekësore në kohë dhe ndodhet momentalisht në Spitalin Rajonal të Vlorës. Teksa dhe ky rast, që nuk është i fundit i ndodhur në Vlorë, është një këmban alarmi për mungesën e sigurisë. Në plazhin e vjetër, nga një konstatim i televizionit 6+1 Vlora, mungojnë totalisht rojet e sigurisë dhe e vetmja siguri që janë për fëmijët apo kryesisht moshat e treta janë vetë plazhistët. Në të gjithë bregdetin e plazhit të vjetër, por edhe në Zvonec, madje edhe në pjesët elitare të bregdetit të Vlorës, si Lungomare, Radhim dhe Orikum, mungojnë rojet e plazhit. Nuk ka asnjë person që mund të vinë në ndihmë në rast nevoje, si nuk ka patur as në rastin e të miturës në fjalë. Madje kullat e vrojtimit janë bosh, duke shërbyer thjesht për të bërë hije tek qytetarët që duan të pushojnë. Të vetmit që mund të t'i japin ndihmë janë pushuesit apo familjarët aty pranë. Kjo situatë e neglizhuar ndër vite, që nuk u zgjidh as këtë sezon veror, prodhon më pas raste konstante të rrezikut për jetën, por fatkeqësisht nuk dalet me kaq, pasi shpeshherë përkthehet edhe në viktima. Viktima që vetëm sezonin veror që lan pas ishin disa, por as jetët e humbura, por edhe rreziqet e përreshme për jetë njerëzish nuk kanë mjaftuar që kjo problematik të zgjidhet, duke marrë masa për shtimin e sigurisë në plazhe, shtimin e sigurisë në bregdetin e Vlorës.